aktor që mund ta kthejnë këtë, ose akademia, ose diaspora e cila po vjen në mënyrë të madhe dhe masivisht me intelektualët e saj dhe po i bashklidhet, ose vetë partitë politike të kuptojnë mesazhin e protestës dhe t'ja u kthejnë atë në platformë elektorale. Më qëndro pak këtu. Partitë politike vetë. Këtu e ke edhe për PS-n dhe për PD-n, pra të reformojnë dhe ato nga kjo lëvizje thua? Unë besoj që kjo është një zhvendosje tektonike që më së shumti duhet të reformoj PD-n dhe PS-n. Ju e pat që një nga deputetet e zotit Rama doli pro protestës, pra dhe një nga deputetet e cila është e re, është vlerësuar në PS, ka qenë edhe objekt debatesh mes të vjetërve dhe të rinjve, kështu që u mendoj hapin që ajo ndërmori. Po që nuk përfaqëson meritokracinë. Po që nuk përfaqëson. Po i të së vërtetës, me gjithë respektin. Meritokracinë po flas në promovim. Po, domethënë ajo ndoshta edhe vetë e ka thënë këtë në disa për statuseve të saj, qëndrimeve që ka mbajtur në rrjetet sociale, por nuk është ky thelbi, domethënë ideja është që neomalsorët duhet të dalin edhe te PD-ja, edhe te partitë e reja dhe tek PS-ja duhet të ndiqet si model. Për të thënë dhe për të mbajtur një qëndrim që ne jemi me Shqipërinë e re dhe jemi me një model tjetër. Po mos është rreziku i fuzionimit këtu ose inkorporimit të atyre njerëzve që kanë spikatur në protest në partitë e vjetra dhe kjo mund të sjellë një zhgënjim më të madh apo jo? Jo, domethënë protesta thjesht ju ka ngritur topin. Ju ka ngritur për mendimin tim tek PS-ja Braçës dhe Spiropali, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe po bën një lloj opozite brenda PS-s. Spiropali ndoshta po Braçë hiqe nga ekuacioni. Tregoi që jo, të dy tashmë treguan që janë performativ, që ata po bënin performancë në PS që të binin në sy të kryetarit dhe nuk kishin qëllim dhe as ndonjë mendje që ata të dilnin me një platformë anash. Përkundrazi, zoti Bushati dhe Dade mbajtën një qëndrim protestës, po ata nuk janë tashmë pjesë e strukturave drejtuese të partisë. Njëkohësisht edhe tek PD-ja ishte një sinjal që ata të cilët janë kundër drejtimit të PD-s, sekretariatit apo strukturave të larta që shpeshherë janë shprehur kundër, ju ngrit topi që ata të ishin dhe të dilnin dhe të thonin që kjo protest po na kërkon që zoti Berisha jo të jetë në atë burgun fizik, po të dalë në burgun metaforik, i cili duhet largohet tashmë dhe t'ia lërë partinë atyre që janë më reformator apo për të rritje reale që ata e quajnë. Edhe te partitë e reja, ato provuan të mbledhin njerëz në bulevard, po nuk ja dolën. Jo. Zoti Lapaj, zoti Sheja apo zoti Qori. Edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes tyre sa demokratik janë. A kanë bërë zgjedhje të partitë e tyre? A janë të hapur sa duhet? A janë parti pronari? Se për kryetari jam dakord. Kështu që edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes së tyre për të toleruar dhe për të hapur forcat e tyre ndaj parimeve demokratike. Bjorn, si duket si argument ky? Mund ta zbej apo ta kaloj në nivel tjetër edhe drejtimin e protestës, po këta individ të cilët mund të merren nga partitë e tjera politike dhe të ketë këtë rinovim të shumë pritur? Kam frikë se mund ta zbej, domethënë mendoj që ajo që po ndodh është një lloj revolte ndaj çdo gjëje të vjetër dhe ndaj çdo gjëje që deri më sot ka përfaqësuar establishmentin. Dhe figurat ardhura nga dy partitë që kanë bërë rotacione me njëra tjetrën në këto 3 dekada, nuk besoj se kanë ndonjë gjë të madhe për të dhënë përveç se për ta bërë pisë në thonjza ato që po ndodh, që është e sinqert në pjesën më të madhe të saj. Zhgënjimi im është me partitë e reja që kanë qenë të paktën nga zgjedhjet e fundit deri tani janë munduar të shfaqen si parti anti-establishment. Mendoj që kanë dështuar para protestës në përgatitjen e terrenit, por kanë dështuar edhe brenda protestës, jo për të kthyer në një farë mënyrë në pronar të saj, se do ta shkatronin, por që njëra prej tyre të mund t'i jepte protestës dhe lëvizjes ngjyrat e saj. Mendoj që lëvizja bashkë e Arlind Qorit e kishte potencialin për ta bërë këtë, kjo do duhet